Zoti Kryetar, nëse do shikoni arshiven e Parlamentit të Shqipërisë, në 25 vite do gjeni aty se kryeministrat e Shqipërisë me Fatostanun, Sali Berishën, Ilir Metën, kush ka qenë, kanë qenë gjithmonë aty në karrigen që i takon kryeministrit për t'ju nështru pyetjeve, interpelancave, mocioneve dhe çdo kërkesë që parashikon rregulloria e kuvendit për të mbatur standardin e demokracisë përmes kolonës së kontrollit. Ju dini se kryeministri nuk është një influencer. Qënia pushtetit nuk matet me sa gjatë kryeministri flet në televizor, po sa ai pranon një ndër kushtet kryesore të demokracisë, që është parlamentarizmi dhe kontrolli që pakica ka mbi shumicën. Ndaj dhe unë këtë nuk e them thjesht për ta thënë, por ne kërkojmë një përgjigje nga kryetari i parlamentit. Pse nuk vjen kryeministri në seancë plenare? Pse nuk vjen kur i kërkohen interpelancat? Pse nuk vjen kur ka një emocion? Pse nuk vjen kur do shqyrtohet çështja kryesore për cilën ai ka pas shtyllën kryesore të fushatës së tij? Kërkojmë përgjigje, zoti kryetar.